Hora e arbëreshëve, Piana degli Albanesi në Sicili dhe Jeronim de Rada nga Kalabria na kujtojnë ruajtjen fanatike të identitetit, gjuhës dhe folklorit arbëresh për më shumë se 5 shekuj. Edhe pse gjeografikisht ndodhen në rajone të ndryshme të Italisë, Hora në Sicili, ndërsa de Rada lindi në Maki të Kalabrisë, ata ndajnë të njëjtën shtyllë kurrizore kulturore. Çfarë na kujton kjo lidhje? Rilindjen kombëtare. De Rada konsiderohet themeluesi i rilindjes kombëtare shqiptare, ndërsa Hora e arbëreshëve mbetet kryeqyteti ose qendra më e rëndësishme e këtij identiteti të gjallë. Kultin e Skënderbeut, si poezia e de Radës, p.s. Këngët e Milosaus apo Milosau, ashtu edhe banorët e Horës, mbajnë të gjallë mitin dhe epokën e Gjergj Kastriotit. Mbledhjen e folklorit, de Rada ishte mbledhësi i parë i madh i këngëve të vjetra arbëreshe. Po ashtu, Hora e arbëreshëve ka ruajtur me saktësi këngët e lashta trefatëshe dhe rritet bizantine. Bashkimin letrar. Figurat e mëdha të Horës, si Zef Skiroj, bashkëpunuan me de Radën për të hapur katedrat e para të gjuhës shqipe në Itali.